të lutem, kur e kanë kohën për të mbjellë? Unë zakonisht i mbjell në fillim të pranverës. Dhe për të mbjellë përdor këto qepët e vogla ose qepujka siç i quajmë ne nga zona jonë. Qepën shumë mirë mund ta mbillni edhe me far, por këto qepët e vogla jo vetëm që janë shumë praktike për të mbjellë, por edhe mbin shumë shpejt. Do pastrojmë vendin ku do mbjellim qepët, do hapim vizat dhe aty do vendosim qepujkat në rresht me një largësi 5 deri në 7 cm nga njëra tjetra. Qepët e njoma unë preferoj që t'i mbjell gjithmonë duar. Në këtë mënyrë kemi mjaftueshëm gjatë gjithë sezonit të verës për të përdorur në gatime të ndryshme ose në sallatë. Sigurohemi që mos t'i vendosim shumë thellë në tokë dhe pasi t'i kemi vendosur, i mbulojmë me dhe do t'i vadisim. Kjo lloj qepe mbin shumë shpejt, brenda 7 ditëve dhe njëkohësisht rritet shumë shpejt. Do vazhdojmë të kujdesemi për to duke i prashitur dhe duke i vaditur vazhdimisht derisa të rriten mjaftueshëm. Disa nga dyqanet që unë zakonisht blej këtë lloj qepe ose far qepe këtu në Angli janë B&Q dhe B&M.